Duke parë që Partia Socialiste, kryeministri Rama, pas vitit 2013, asnjëherë nuk kanë zhvilluar më zgjedhjet lidhje të ndershme, por gjithmonë zgjedhjet kontestuara, zgjedhjet e 11 majit të 2025-s kanë arritur kulmin, se për herë të parë është raporti përfundimtar i OSBE-Odirit, që është organizata më serioze për certifikimin e zgjedhjeve, ku shkruan dhe deklaron e zezë mbi të bardhë, është fshirë kufiri midis shtetit dhe partisë në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë. Dhe zgjedhjet e 11 majit e treguan më së miri këtë. Parë me këtë këndvështrim, patjetër që duhet të krijohet terreni, të krijohet situata për zgjedhjet lira të ndershme. Dhe këto krijohet ashtu siç Partia Demokratike ka deklaruar, jo me një qeveri si të Ramës, jo me këtë kryeministër, jo me këtë qeveri, jo me këtë mazhorancë, por me një qeveri integruese, teknike, çfarëdo emërtese mund t'i vëmë, por për përgatitur terrenin për zgjedhjet lira të ndershme, patjetër duke i paraprirë këtyre zgjedhjeve edhe një reformë zgjedhore dhe një reformë territoriale e drejtë dhe konsensuale, për arsye se të gjithë e dimë që jemi në një situatë që përveç se uzurpimit të gjitha pushteteve nga kjo mazhorancë dhe ky kryeministër, ne kemi një reformë territoriale të bërë nga kjo mazhorancë në mënyrë të njëanshme dhe një reformë zgjedhore, një kod zgjedhor përsëri të bërë nga kjo mazhorancë me ndryshimet që bërin ndryshimet kushtetuese që bëri, ku hoqi koalicionet dhe bëri shumë ndryshime të mëdha, duke mos marrë parasysh fare ndryshimet që pësoi kodi zgjedhor para 11 majit, që ishin ndryshime pavarësisht edhe me pjesëmarrjen e opozitës, por të detyrueshme për momentin dhe as pak një kod zgjedhor që është i drejtë për përfaqësim të drejtë në parlament. A mendoni se vetëm protestat janë mjeti kryesor, le të themi, për ta rrëzuar apo për të përballur me mazhorancën? E drejt pyetje juaj, e thash pak më parë, më lejoni ta përsëris që protestat janë një nga mjetet që opozita ka në dorë, por për mendimin tim tashmë ka ardhur një moment që është mjeti i vetëm për opozitën dhe nuk ka mjet tjetër për arsye se janë rreth 12 vite opozitë që Partia Demokratike opozita i ka provuar të gjitha mjetet e dialogut apo të konsensualitetit apo çdo lloj mjeti tjetër për të ulur në tavolinë këtë mazhorancë dhe për të bërë atë që duhet bërë për zgjedhjet lira të ndershme. Por faktet kanë treguar që absolutisht nuk kemi qenë asnjëherë në pozita të barabarta me një mazhorancë që gjithmonë ka shfrytzuar pushtetin, ka shfrytzuar numrin e kartoneve në parlament, ka shfrytzuar çdo lloj pushteti që ka uzurpuar si në pushtetin lokal edhe në pushtetin